Në një konferencë me gazetarët, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar kryeministrin Edi Rama se është kthyer nga narkosamiti i Arubës me një orë 400.000 euroshe. Sipas Berishës, Aruba është dëshmia më flagrante e bashkëpunimit të tij me grupet narkoterroriste. Edi Rama po bën gjithçka që ta arkivoj në harres Arubën, por kjo nuk do mund të ndodhë. Garantoj shqiptarët se opozita është totalisht e përkushtuar për transparencë të plotë, mbasi në këtë takim është marrëveshja midis narkoqeverisë dhe narkoterroristëve për të shtruar Shqipërinë në parajsën e parave të tyre të krimit. Në këtë takim Edi Rama, ose nga ky takim, thuhet se u kthye me një orë 400.000 eurosh, mes diamante dhe safire të çmimeve më të larta. Edi Rama nuk flet për takim në Arubës, sepse ky takim një lloj si Maduron e Venezuelës e shpall atë në Europë një kryetar të narkoshtetit parë dhe të vetëm të kontinentit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur dhe për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku flitet për një narkoekonomi dhe se nuk ka asnjë investim të huaj.